Unë besoj se është e ndershme që ta themi qartë që problemet me shëndetësi nuk kanë filluar në vitin 2005, Sokol. Edhe qofse meritat e para 2005 do ishin kaq të mëdha, sot nuk do kishim përballë një sistem komplet falimentuar. Kjo është fakt. Dhe falimentimi, besoj, lidhet me zgjedhjen e bërë. Dhe këtu është e domosdoshme që ne të këmbgulim pas një ekivok dhe pas një kompleks. Zgjedhja e bërë në vitin 1995, një zgjedhje e pranuar dhe asnjëherë kontestuar qysh për vitin 1995, për të referuar një sistemi që në këndvështrimin tim nuk ka lidhje as me mjedisin psikosocial të Shqipërisë, as me kulturën e Shqipërisë, është e gabuar. Sepse mjafton kujtojmë që kur ata që e shpikën të sistem kishin Bismarckun që i siguroi që të gjithë përmes kontributeve, ne kishim Ali Pashën që i therte të gjithë sipas dëshirës. Ne sot duhet të përballemi me domosdoshmërinë e ndryshimit rrëjsor të këtij sistemi, duke e braktisur sistemin e kontributeve. Skema e kontributeve ka dështuar. Në totalin e asaj që shqiptarët shpenzojnë për shëndetin, për gjatë një viti, janë vetëm 7% parat që vinë nga kontributet. Mbi 60% janë parat që vinë nga xhepi, dhe pastaj pjesa tjetër vjen nga taksat e përgjithshme. Pra, pothuajse 20 vjet dhe jemi tek 7%, jo te 24%, sepse është shifër shumë zëvërgjër ajo, po të marrim parasysh totalin. Totali dhe llogaria nuk duhet bërë midis kontributeve dhe taksimit përgjithshëm. Llogaria duhet bërë midis kontributeve dhe asaj që shpenzojnë të gjithë shqiptarët. Jo midis kontributeve dhe asaj që fut shteti. Se përveç asaj që fut shteti nga taksimi përgjithshëm, kemi dhe ato që fusin njerëzit nga xhepi. Dhe ata që fusin nga xhepi janë ata që janë në situatë më të vështirë në përgjithësi ose shumë të pasurit në veçanti. Ata që marrin shërbime në qendra shëndetësore jo publike. Tani, sot është dita për të folur edhe për disa atakime që janë bërë projektit tonë, legjitime. Ata që sot janë në qeveri e mbrojnë sistemin e falimentuar të kontributeve. Është pjesë një inercie në rrugën e një rënimi të përgjithshëm. Megjithatë, ajo që vlen është që debati të adresohet tek çështjet. Dhe e para që unë dua ta rinëvizoj, që ne na dallon qartësisht nga ata, është se për ata shëndeti është mall që blihet. Për ne është e mirë publike që duhet ta gëzojnë gjithë, pavarësisht nëse kanë mundësi ose jo të paguajnë për shëndetin. Në momentin që një shoqëri i imponohet vizioni që shëndeti është mall që blihet, dhe kush nuk mund ta blej, do të lut Zotin që të mos smuret, praktikisht kemi të bëjmë me pranimin e një pabarazie sistemike dhe një padrejtësie që godet të gjithë ata që janë më të dobët. Ne nuk e mendojmë kështu. Tani, çfarë thon ata? Ata thonë, po si ka mundësi që shëndetësia, sistemi shëndetësor tjetë falas. Dhe kështu të kthehemi
22 vjet përpara. Në fakt, ajo që ne duam të bëjmë nuk është kthehemi 22 vjet përpara, po të shkojmë 22 vjet më tutje, drejt ardhmes. Dhe do ta shpjegoj si dhe pse. Se mirë është që ata që sot e qeverisin Shqipërinë dhe që marrin përsipër ta mbrojnë situatën apo sistemin e sotëm shëndetësor, mos referohen me të shkuar. Unë kam kënaqësi që kam këtu doktorin që më kishte në dorë dje në Burel, edhe kur po më bënte serumin, ndërkohë ndjeva gjithë trupin që po më ngrinte, edhe i thash, ore, kur është bërë ky spital? Në vitet 50. Pa ka pas ngrothje? Ka pas, ta deri vonë. Po si ndodhi dhe aty u hodh një reanimator, tha, e fiku, tha, Fatosi dhe e ngriu Saliu. Pastaj tani jemi në... Kështu që mos t'i bëjmë krahasime me të kaluarën në këtë aspekt, sepse nuk është se dalim fort mirë. Por ajo që ne themi është që jo, nuk është falas në kuptimin që nuk kushton. Kushton. Po nëse një pjesë e rëndësishme e popullsisë nuk e blen dot, dikush do ta blej. Dikush do ta blej sepse është një mirë publike. Që çdo kush ka drejtën ta gëzojë në një shoqëri demokratike dhe në një vend që ne duam ta qytetërojmë në kuptimin e plot fjalës në shekullin e 21 mes të Europës. Atëherë këtë do ta blejmë ne. Dhe do ta ofrojmë falas. Do ta blejmë ne, kush ne? Do ta blej shteti. Dhe përmes shërbimit kombëtar shëndetësor, një institucion që ne do ta themelojmë, do ta ofrojë. Pra blerësi i shërbimit do të jetë shërbimi kombëtar shëndetësor i Shqipërisë. Dhe çdo shqiptar nëpërmjet shërbimit kombëtar shëndetësor do të marrë kujdesin shëndetësor që i takon. Dhe për sa i përket mund të ketë as mund të ketë shëndetësi falas, se këtu bëhet debati. Po sot faktikisht a nuk është falas për fëmijët? A nuk është falas për invalidët? Të paktën e pranuar ligjërisht. Ja pra që pas ka shëndetësi falas. Dhe për kë? Për ata që nuk kanë mundësi ta blejnë. Po ata që nuk kanë mundësi ta blejnë, në gënvështrimin ton dhe në botkuptimin ton për jetën dhe për shoqërinë, nuk janë vetëm fëmijët dhe invalidët, po janë dhe ata që realisht nuk kanë mundësi ta blejnë. Janë të papunët. Po janë dhe pensionistët për cilët na thuhet se e kanë shërbimin, ndërkohë që jo më larg se dje, në të njëjtin vend për cilin fola, ku pata rastin ta provoj në vetë parë se nëse sot ka ende kujdes shëndetësor që nuk lidhet me sistemin më, por lidhet vetëm me mjek dhe me infermiere që janë të pasionuar dhe të dedikuar, ne takuam një çift pensionistësh ku burri s'kishte të dy duart dhe ku e shoqja shpjegoi se nuk gëzonte absolutisht asnjë lloj mbulimi të posaçëm. Tani, kur ne themi që shërbimet publike duam t'i japim sipas nevojës, jo sipas xhepit, e kemi vendosur vijën ndarse, shumë të qartë. Ata thonë sipas xhepit, ne themi sipas nevojës. Shqiptarët duhet zgjedhin, por ama është e udhës që çdo shqiptar, pavarësisht bindjeve, pavarësisht simpative, pavarësisht besimit ose mosbesimit, të reflektoj jo mbi partinë që do zgjedhi, po të reflektoj mbi çfarë sistemi shëndetësor do nesër.
është e sigurt që mund të zgjedhë partinë që do, por nuk do ketë sistemin shëndetësor që do. Kjo është e sigurt. Në rast se zgjedh partinë që sot është në pushtet. Ashtu si kundër mund zgjedhë partinë që nuk do, po do ketë sistemin shëndetësor që do. Çdo shqiptar që nuk ka punë dhe që për këtë arsye nuk është i siguruar dhe që për këtë arsye kur shkon në spital, sepse gabimisht smuret, duhet paguaj. Sepse, për ndryshe, nuk e merr dot shërbim. Tani, vim tek kjo e kontributave. Kemi pasur një kundërshti tjetër. Dhe kundërshtia është se të papunët u sigurua kanë. Invalidet u sigurua kanë, fëmijët u sigurua kanë, dhe pensionistët u sigurua kanë. Pra, kjo që ne diskutojmë është e gjitha një ngrehin në hava. Dakor, por shifrat, jo tonat, shifrat zyrtare, janë kokforta në ndim të argumentit. Të siguruarit janë as më shumë e as më pak, po 470.000 individ. Atëherë në Shqipëri, pas ka 2.370.000 tjerë, duke bërë zbritje nga regjistrimi i fundit i popullsisë që gjenden në Shqipëri, që nga fëmijë të moshuar, të papunë apo invalid. Mirë është që të tërhiqen nga ky argument, sepse ju del një llogari shumë e mbrapsht për ta tek të papunët pastaj. Del që ne jemi gabim kur themi që ka 1 milion papunë se dalin më shumë. Dhe si dalin? Shumë thjesht. Janë të regjistruar të moshuarit që janë 420.000. Janë të regjistruar fëmijët që janë 180.000. Para shkollor. Janë të regjistruar nxënësit që janë 490.000. Janë të regjistruar studentët që janë 120.000 dhe ata në mosh universiteti, po që akoma nuk kanë përfituar nga shqyrja totale në universiteteve që janë 40.000, dhe në fund, invalidët që janë 70.000. Dhe totali është 930.000. Që do thotë që na dalin 1.420.000 papunë. Me llogarinë që bëjnë ata. Kështu që fakti është që jo vetëm të papunët nuk janë të siguruar, por sot nuk mund më të regjistrohesh si papunë. Se shkon në zyrën e punës dhe nuk të japin dokumentacionin e nevojshëm që ti të përfitosh nga sigurimet shëndetësore. Për dy arsye, e para sepse fshehin papunësinë dhe e dyta sepse nuk mbulojnë dot shpenzimet e shëndetit tonë. Nga ana tjetër, dalin dhe thonë që ne e kemi zgjidhur këtë dilemë, ja kemi besuar tregut këtë punë. Njësoj si me taksën e sheshtë, që marrin në përgoj dhe të gjorin në Ronald Reagan, që kush e di sa herë do rrotullojnë në varr, sikur të merret e lajmi në atë botën tjetër që merret këtu si shembull i taksës sheshtë, që as se ka pasur ndonjëherë Amerika taksën e sheshtë dhe as ka qenë ndonjëherë Reagani promotor i një takse të sheshtë. Dhe ç'a thonë? Thonë që shikoni, thonë, sistemin farmaceutik. Dikur s'kishte fare ilaçe, tani ishte mbushur me barë. Sigurisht, patjetër. Patjetër që tregu ka të gjitha avantazhet që e bëjnë këtë sistem që ne kemi zgjedhur në vitin 90, një sistem mundësish, por tregu nuk është përgjigja gjithçkaje, sepse pyetja është, dakord, ilaçe ka, pa kanë të gjithë ilaçe? Dhe përgjigja është jo. Pa llogaritur që ka një taks për smundjen, siç e quajmë,
që është TVSH-ja e shtuar mbi ilaçet. U shtua se me demek do ulet çmimi, çmimi nuk ul, dhe kjo bëri që dhe për ilaçet, pensionistët apo shumë njerëz të varfër të bëjnë si për ushqimin e përditshëm, ta marrin me listë në farmaci. Pa hyrë në cilësinë. Aty ne kemi marrë një angazhim shumë të qartë, por nuk është ky momenti për të diskutuar. Thonë tani që kjo që propozon Partia Socialiste na qen nga një centralizim i ri. Po ku ka centralizim më absurd se sa ISKSH-ja ta përcaktoi numrin e punojësve të çdo spitali. Ndërkohë që ajo që duam të bëjmë ne është që spitalet të kthejmë në ndërmarrje spitalore, duke i dhënë një autonomi të plot trupës dhe duke ia besuar menaxhimin bordeve në spitale, në mënyrë që mjekët dhe gjithë personeli mjekësor dhe ndihmës të mos varen nga tekat, nevojat apo vendimet absurde të ministrisë ose të kryeministrit, por ta përcaktojnë vetë se si ta shpenzojnë sa më me efektivitet atë buxhet që ka. Ne besojmë dhe unë besoj verbrisht që jo me kaq, po me më pak ne mund të bëjmë më mirë. Jo në shëndetësi, po në çdo sektor. Ndërkohë që padyshim mund të rrisim volumin e parave që shpenzohen në shërbim të publikut, duke ulur volumin e parave që sot i rrëmben lumi i korrupsionit. Atëherë, më tutje, si ka mundësi që diskutojnë dhe thonë kjo që propozon Partia Socialiste është centralizim, ndërkohë që jo më larg se sa më pak se një muaj, Ministria e Shëndetësisë ka nxjerrë me një udhëzim që ministria do t'i blej barnat për çdo nevojë të sistemit publik të shëndetësisë. Kështu që atë që kërkonin ne dje, për mua, nuk dje do ta gjejmë, po t'i blej ministria. Po unë s'do kem më nevojë, kështu që. Më tutje, kemi rastet kësaj natyre, kur flasim për parat, që në një spital, për shembull, ka shërbim privat për sigurinë dhe 12 roje që i paguhen me lekë të shtetit. Dhe kuptohet, këta të shtetit bëjnë muhabet me ata të sigurisë dhe ndërkohë çfarë për 2 vjet vazhdon vitet, kuptohet. Se secili ka punën e vet, nuk ka punën e tjetrit, spitalit. Ndërkohë që në një spital tjetër që nuk ka asnjë metër katror gjelbrim dhe asnjë pemë, janë shtuar në nomenklaturë 15 lulishtarë. Nuk e di çfarë mbjellin, nuk di ku e mbjellin, nuk di si e vadisin, nuk di ku e korrin. Me siguri bëjnë dhe ata mbjelljet, korrjet, vaditjet e tyre, po jo në spital. Paguhen me lekë të shtetit. Ose për shembull një spital rajonal në Fierin e famshëm të 3 ligjeve, blen shërbime në qendra shëndetësore jo publike. Me çfarë drejtë? Dhe ku i gjejnë parat? Ja pra, janë këto parat që mungojnë. Mungojnë për çarçaf, mungojnë për batanie, mungojnë për jastëk, po numëroj gjitha gjërat që mungonin dje, doktor. Mungojnë për ngrofje, mungojnë për ftofje, por nuk mungojnë asnjëherë përkundër dalin dhe teprojnë për të rritur numrin e rrogtarëve apo për të rritur volumin e abuzimeve brenda sistemit. Dhe këtu nuk është çështje njerëzish. Unë kam besuar gjithmonë dhe besoj gjithmonë më shumë se korrupsioni nuk është çështje personash, është sistemi. Bini në Shqipëri, në sistemin tonë shëndetësor, menaxherët më të ndershëm
nga Danimarka, lërini 2 muaj, në qoftë se mbas 2 muaj që i gjeni po aq të pastër sa që i futët, atëherë bie argumenti i provuar shkencërisht se korrupsioni është alternativë brenda një sistemi falimentuar. Aty ku sistemi funksionon, korrupsioni vetvetiu tërhiqet mbrapsht. Aty ku sistemi nuk funksionon, korrupsioni është alternativë. Është thjesht. Dhe sigurisht që ne shohim që ka shumë burime. 150 milion euro fluturojnë brenda vitit nga xhepat e publikut në xhepa individësh vetëm nga tregu i hidrokarbureve, minimalisht. Ose për shembull bëhet një reklam qeveritare për të lajmëruar për shpronësime dhe reklama që duhet të lajmëroj 12.000 persona kushton 2 herë më shumë se sa t'i lajmërosh personat kokë në kokë me DHL dhe t'ja u çosh njoftimin jo ku banojnë, po aty ku kanë kokën. Dhe me radhë, për ta mbyllur me një shifër që s'është e jona, është e një agjencie specializuar amerikane që tregon se 1.2 miliard dollar kanë fluturuar nga Shqipëria fare në rrugët e krimit organizuar, të korrupsionit, të evazionit dhe ju mungojnë shqiptarëve në shërbime. Nga ana tjetër, sistemi ynë nuk është absolutisht një fantazme të shkuarës, por është një zgjedhje e të sotmes që vende pas vendesh po e bëjnë. Është sistemi i mbulimit universal me kujdes shëndetësor dhe me mbrojtje shëndetësore. Pra, i parandalimit dhe i kurimit. Dhe bazohet jo në financimin nga kontributet, po në financimin nga taksimi përgjithshëm. Pra, është ajo që thash në fillim. Shëndetësia kushton, kushton, nuk është falas, por ofrohet falas kur konceptohet si një mirë publike, dhe për ta ofruar falas, dikush do ta blej dhe e blen shteti dhe e ofron individëve. Dhe nuk ju thotu individëve, po nuk e bleve dot, lutem mos u smur, se po u smure, je drejt për drejt me Zotin, qoftë me sy, qoftë me Twitter, po jo me mjekun dhe me sistemin shëndetësor publik. Dhe sot, vendet nordike, Britania Madhe, Italia, Irlanda, Spanja, Portugalia, Greqia, janë në këtë sistem. Sigurisht Gjermania dhe Franca jo. Por mos harrojmë se nga vinë, mos harrojmë se për çfarë mjedisi bëhet fjalë. Ndërkohë që gjithë kjo pjesa tjetër mesdhetare dhe pak kështu folk me rock and roll është në sistemin e bazuar tek taksimi përgjithshëm. Dhe sfundi ajo që unë do doja të nënvizoja është që programi ynë nuk është vetëm një pjesë kur flasim për shëndetësinë apo kur flasim për arsimin, po është i gjithi një mozaik pjesësh që janë të lidhura me njëra tjetrën.
është një vizion i bazuar në vlera dhe parimet e socialistëve dhe socialdemokratëve të këtij shekulli dhe është një mekanizëm ku pjesët janë të lidhura me njëra tjetrën. Flasim për mbulimin universal në sistemin e shëndetësisë, flasim për taksimin e ndershëm në sistemin e taksimit, flasim për një politikë të re për sportin, po gjitha këto janë lidhura me njëra tjetrën. Një politikë e re për sportin, duke riorganizuar gjithë sistemin e aktivitetit sportiv që në kopësht deri në universitet, për ne është një politikë gjithashtu për shëndetin, e cila do të ulë kostot dhe do të rrisë fuqinë parandaluese të shoqërisë ndaj smundjeve. Nga ana tjetër, nëse flasim për një sistem taksimit ndershëm, flasim sigurisht për një ulje të barës së kontributeve në krahun e atyre që fitojnë më pak dhe për një rritje të barës së kontributeve në krahun e atyre që fitojnë më shumë, por nga kjo do të përfitojnë dy palët. Nuk përfitojnë vetëm ata që fitojnë më pak, po përfitojnë ata që fitojnë më shumë, sepse rritet potenca e shoqërisë si shoqëri konsumatore. Pra është i gjithi një program i lidhur si pjesë të një mozaiku. Dhe në fund fare do doja që t'i falenderoja nga zemra të gjithë ata që kanë kontribuar dhe po vazhdojnë të kontribuojnë që ne ta detajojmë dhe ta përsosim programin ton për ta çuar deri në fund si një projekt qeverisës, jo si një pamflet elektoral. Dhe dua të falenderoj në mënyrë të posaçme disa të pranishëm këtu, mjekët e Spitalit Ushtarak, që më bën një guidë spektakolare për nga profesionalizmi, po dhe kurajoja qytetare. Jam informuar që kam paguar një çmim për këtë, sepse nuk kanë përfituar nga asnjë nga gradat e reja që janë dhënë këto ditë të fundit, po sa më pak të graduar para 23 qershorit, aq më të nderuar në 23 qershor. Dhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që jeni këtu për t'ju treguar të tjerëve se në fundit liria dhe dinjiteti i personit vlen më shumë se shumë çka tjetër, dhe në fundit çmimi, ka i çmim, por nuk është aq i lartë sa tjetër i papërballueshëm, sepse i pash të gjithë një nga një mbasi ma thanë këtë gjë dhe më duken akoma më në formë se që gjeta përpara pak ditësh. Sepse këtë të mirë ka lufta e ideve dhe e pozicioneve që kur të përfshin të rrit adrenalinën dhe atë gjendjen e formës. Sigurisht ka një moment një herë në kush di sa herë që mund të kesh edhe luajtje tensioni, po këto janë të natyrshme dhe mbi të gjitha këto janë të përgjithshme. Kështu që ju falenderoj shumë dhe të jeni të bindur që unë jam shumë i vetëdijshëm që reforma e sistemit shëndetësor që ne propozojmë është gjëja më radikale, më e vështirë për të realizuar në gjithë paketën e ndryshimit që ne kemi planifikuar për një rilindje shqiptare. Por pse është e tillë, e para ja vlen, dhe e dyta është njësoj si një terapi për të ndërmarrë përpjekjen e fundit dhe atë më të rëndësishmen për ta ngritur në këmbë
një smur që po t'ikën nga duart. Praktikisht sot sistemi shëndetësor është një smur që ka ikur nga duart. Dhe kjo është një terapi e domosdoshme për ta ngritur atë në këmbë me të gjitha vështirësitë që kjo sjell dhe me të gjithë pjesën e hidhur që kjo përmban. Ama jam i bindur që në fund të mandatit tonë të parë, ata që në 23 qershor do të na votojnë për përqafuar vizionin tonë se shëndeti nuk është mall që blihet dhe kur s'ke lek se blendot, prandaj vdis ose shit shtëpinë që gjesh doktor, po është një mirë publike që do ta gëzojnë të gjithë, do të shohin se vota e tyre ka vlerëtur dhe se spitalet e Shqipërisë dhe mjekët që do të kenë përballë do të jenë një panoramë krejt tjetër nga kjo e sotmja. Me këtë sistem që ne do të ndërtojmë.